Ministria e Arsimit ka publikuar sot rezultatet e nxënësve kosovar në testin ndërkombëtar të njohurive të përgjithshme PISA. Rezultatet tregojnë se 77% e nxënësve kosovar 15 vjeçar ka nivel minimal të aftësive për të lexuar. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami i vlerësoi këto rezultate si të pritshme. Ai shfaqi shpresën se në vlerësimin e ardhshëm të PISA-s, Kosova do të jetë në nivel më të lartë. Ky është momenti ku ne duhet të reflektojmë. Ky është momenti ku ne duhet më njëherë të jemi shumë aktiv në mbështetjen që duhet me i dhënë sektorit arsimit, në depolitizimin e plotë të sistemit arsimor, se rinia jonë meriton një edukim më cilësor, rinia jonë është një rini evropiane, e cila nesër do të jetë plotësisht e barabartë me kolegët e tyre. Ndërsa drejtori i Qendrës Kosovare për Arsim, Dugaxhem Popovci, tha se vlerësimi mbi aftësitë e leximit është pika më shqetësuese. Ngjecja në fushën e leximit reflekton në të gjitha fushat. Ai që nuk ka aftësi minimale të leximit, pastaj nuk ka aftësi as të mësuarit, as të kuptuarit, as të pjesëmarrjes në jetën shoqërore politike e kështu me radhë. Sipas pikëve testit PISA, ne qëndrojmë diku 3 vjet mrapa në shkollim në raport me shtetet e OECD-s. Kurse udhëheqësja e programit zhvillimi i kapaciteteve në arsimin fillor nga organizata gjermane GIZ, Dagmar Fuchs-Schmitz, tha se këto rezultate janë një thirrje për zgjim të institucioneve për përmirësim të gjendjes. Është koha për vendime të guximshme në Kosovë. Nuk ka vonesa sepse për të siguruar që arsimi prodhon burime njerëzore për të siguruar kualifikimet që ju duhet të bëni zgjidhje kritike. Rezultatet e testit PISA rangohen në 6 nivele. Niveli 2 tregon për aftësi minimale të nxënësve. Ndërsa testi ka gjetur se në fushën e leximit 77% të nxënësve kosovar nuk e kanë arritur nivelin 2, në fushën e matematikës 78% dhe në fushën e shkencave 68%.